të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në salë jemi 94 deputet, kemi forum për vazhdimin e seancës konstitutive. Vazhdojmë të pika e tretë ati ku kemi mbetur, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Më 19 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk ka pasur quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime. Shkojmë në votim. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 51 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk kemi quorum. Ndërpritet seanca shihemi me 23/6/2025 në ora 11.